Në harkun kohor të pak ditëve, 3 persona që sipas policisë të Vlorës vuan nga sëmundjet e shëndetit mendor kanë dhënë fund jetës duke u vetëhedhur nga pallati. Mjeku psikiatër i qendrës komunitare të Spitalit Psikiatrik Ali Mihali në Vlorë, Tiliano Lepuri, thotë se rastet të cilat janë me demencë, siç njihet ndryshe skleroza, janë më të prirur drejt këtyre akteve. Demenca sipas Lepurit është degradimi i sistemit të menduarit, ku humbet gjykimi që çon personat në akte të tilla. Mendimi im është se zakonisht në mosha kaq të mëdha dhe kur shfaqen këto lloj sëmundjes, më tepër kanalizohen drejt demencës ose sklerozës, që i thonë në gjuhën popullore. Demenca është një degenerim i sistemit nervor, sepse siç e dim qeliza nervore një herë lind në jetë dhe nëse ajo shkatërrohet nuk rigjenerohet më. Dhe çfarë ndodh? Zakonisht gjatë demencës, një nga pjesët më të rëndësishme të saj, përveç kujtesës, është dhe gjykimi. Domethënë, humbet gjykimi tek personi i cili vuan nga kjo lloj sëmundje. Por me saktësi ose me kompetencë të plot nuk mund t'i them dot raste, sepse unë nuk i njoh si çfarë ka ndodhur realisht dhe nuk mund të gjykoj realisht çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur. Por skleroza, siç e thash, është një degenerim i sistemit nervor dhe ndikon në shëndetin mendor duke humbur gjykimin, kujtesën, mënyrën e të folurit dhe shumë probleme të tjera. Në një moment, personi mund të ndihet dhe shumë i dobët emocionalisht, sepse në atë moment do pak guxim që ta bësh atë veprim që të arrish në suicid, dhe në atë moment mendoj që personi ka qenë i papërgjegjshëm ose nuk e ka gjykuar mirë gjendjen. Por rastet që ndodhin më shpesh, sepse nga skleroza janë pak më të rralla ose nga demenca, janë rastet kur kemi çrregullime depresive madhore. Aty varet komplet, sepse i gjithë ekuilibri emocional është i prishur, humori është shumë i ulur, domethënë kemi një mërzitje të madhe, ka dhe mendime që mund të jenë nga më të ndryshme, ndërkohë që mund të ketë deluzione ose halucinacione auditive që mund të jenë zëra urdhërues ndonjëherë që e urdhrojnë për të bërë një veprim të tillë, që është gjëja më e rëndë në punën tonë. Domethënë, suicidi është gjëja për që të gjithë psikiatrit e kanë në plan të parë kur kanë përpara një rast i cili paraqet çrregullime të humorit të sferës depresive. Tiliano Lepuri, njëkohësisht nëndrejtori i Spitalit Psikiatrik Ali Mihali, thotë se çrregullimet e shëndetit mendor kurohen, por ato duan një regjim ose një ndjekje të rregullt të mjekimeve të dhëna nga mjeku. Lepuri tregon gjithashtu edhe mënyrën e trajtimit që duhet ndjekur. Çrregullimet depresive kurohen dhe parandalohen, thjesht duhet një mjekim shumë i rregullt, me ndjekje shumë të rregullt nga pacienti, ku dhe një rol shumë kryesor këtu ka dhe familja e cila e rrethon pacientin, sepse në shumicën e rasteve, siç e dim, pacienti mund të jetë pak neglizhent, sidomos në marrjen e mjekimeve. Këtu hyn në punë dhe rolin kryesor familja, e cila duhet të kujdeset për të, sidomos për marrjen e mjekimeve dhe sjelljen e rregullt për konsulta tek mjeku specialist. Fillimisht, puna kryesore është e familjes apo e komunitetit, sepse një rast i cili është për herë të parë dhe nuk është hasur asnjëherë me dyert e shërbimeve tona, duhet që të sillet nga familja, sepse, siç thash, ai nuk është në ekuilibër psikoemocional të tillë që të kuptojë rëndësinë e asaj që ka, dhe nganjëherë mund ta neglizhojë dhe mund mos ta pranojë kontaktin me mjekun. Këtu hyn në punë familja ose komuniteti, që ta sjellin për vizitë në strukturat tona. Hapi i dytë dhe më i rëndësishëm është gjykimi i mjekut, sepse në shumicën e rasteve kur vijnë me të tilla probleme, mendimi im personal është se 85-90% duhen shtruar për një hospitalizim që të dalin nga gjendja, nëse janë shumë të theksuara këto lloj problematikash. Raste të veçanta janë që ndiqen dhe në komunitet, por siç u thash, çelësi i çdo gjëje është ndjekja e rregullt e mjekimit dhe konsultat periodike që lihen bashkërisht nga mjeku me pacientin për të parë gjendjen në vazhdimsi. Mjeku psikiatër konfirmon se ka edhe raste kur mjekimi neglizhuar ka sjell pasoja tek pacientët. Ka dhe neglizhenca, por përqindja më e madhe ndjekin mjekimin rregullisht, sidomos ata që vinë vetë dhe kërkojnë ndihmë. Jo vetëm të moshuar, por gjatë viteve të fundit të tilla akte i kanë kryer edhe persona në moshë të re.